Unë e kam filluar punën time që në 93-shin. E kam filluar me pak sipërfaqe, duke u futur me pak, kam menduar më vonë që unë ta zgjeroj atë. Më dukesh si me fitim prurse në punë dhe ta zgjeroj. Mirë po, me kalimin e kohës, sipërfaqet u shtuan. Kam filluar të mirë edhe punëtor, se punëtor ishin. Kultivoj zakonisht grur, misër dhe të sherë. Për farë. Unë kam pasur, fillimisht kam pasur 140 hektar. Mirë po, në ato momente i përballonja shumë thjesht, për arsye se qëndronte edhe krau punës, pas punës time. Me kalimin e kohës, fuqia punëtore ra. Dhe kjo bëri që unë të ullë sipërfaqen e tokës mbjell, dhe duke ullur sipërfaqen, kjo ka qenë për arsye se punëtorët ikën në emigracion dhe unë si përballoja dot. Mirë po, nuk rria dot pak të lloj pune, se isha mësuar me këtë punë dhe unë kam vazhduar ta mbaj me sakrificë. Atëre, si vjet duket një prodhim i mbar, do të ketë edhe një çmim të mirë, një çmim të mbar për juve? Po, unë mendoj se do të ketë ndryshim si vjet. Për shembull, na e vjetmja është shumë, mendoj që të ketë një ndryshim si vjet, se vjeti ishte një çmim i papërqyeshëm për ne fermerët, duke shitur grurin me 25.000 lekë kuintalin, dhe kjo është që nuk përballon dot as shpenzimet që hedh. Mirë po, unë e kam në programin tim të punës që duhet të mbjell se s'bën grur, misër, tërsher dhe kultura tjera, dhe nuk e lë fitoj sfitoj, jam i detyruar që unë ta mbjell dhe ta mbaj punën, duke shpresuar në të ardhmen që ajo do të ngrihet. Dhe këtë e kam iden, me që e bëra të pyetje, e kam iden që kjo si vjet do të ketë një ndryshim dhe unë shpresoj edhe në rendiment të ketë rritje, edhe në çmim. Atëre, çfarë ndikon në uljen e çmimit? Po, ulja e çmimit për mua ndikon se prodhimet futen nga jashtë dhe kjo bën që prodhimi vendës është do zhvlerësohet me fjalë. Atëre, është importi që ju penalizon? Patjetër. Kjo është ideja ime. Mirë po, prapë unë i kam, nuk ju mbas shpresat që do të ketë një ndryshim për këtë punë, në drejtim të çmimit, dhe rendimenti ka qenë shumë i ulët, edhe kushtet atmosferike kanë qenë të ndryshuara. E krahasuar me vjet, ka një kurrje të mbjellave me grur? Shumë të theksuar bile. Mund të themi, në zonën tonë, pothuajse edhe nuk kanë mbjell fare grur. Unë, siç e thash, e kam në programin tim që duhet mbjell se s'bën kulturën, e kam në programin tim, edhe duhet ta mbjell grurin, misrin, elbin e tjera. Po si vjet sipërfaqja e grurit, me sa di unë, është shumë e ulët, shumë e ulët. Atëre, sipas jush, çfarë do të ndikonte, çfarë do të duhej nga shteti, çfarë ndihme do të duhej? Ndihma